Banorja Egli Tako është larguar nga Big Brother VIP 4. Danja lexoi një zarf të kuq, ku thuhej se ajo ishte larguar për arsye shëndetësore. Banor, vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja Egli Tako për arsye shëndetësore të ndërpresë menjëherë garën. Egli ju uron suksese të gjithëve, lexoi Danja. Pas largimit të saj nga Big Brother VIP 4, Egli Tako ka reaguar me një postim në Instastory. Më keni pyetur shumë si jam. Ndonjëherë pyes dhe veten si jam. Dhe nuk e di si ndihem. Unë vetëm e di që kam një boshllëk brenda meje. Dhe nëse shikoj brenda vetes shoh ngjyrën e zbraztisë. Është diçka e çuditshme. Ndonjëherë shpëtoj veten dhe ndonjëherë nuk mundem. Thjesht e di që në këto momente kam nevojë të ndiej ngrohtësinë e përqafimeve nga familjarët dhe miqtë e mi, shkruan Egli. Gjesti i ka dërguar një mesazh Eglit, teksa qëndronte i vetëm në oborrin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Pse unë e kam pas një ngarkesë të madhe, pse jam ndier keq. Nuk kam dashur të sëmuresh prej meje edhe ja ndodhi. Kjo është ashiqare ndaç pranoje ndaç mos e prano, prej meje krejt e ke. Histori e vërtetë. Por unë s'kam dashur të ndodh diçka dhe jam i ngarkuar. Unë e di që do ta dëgjosh këtë mesazh. Edhe unë kam qenë i ngarkuar, e kam 300 fish, shumë më shumë se ti, por kur ndoshta zërin ta kam ngritur, të kam bërtitur, se dhe unë njeri jam, por nuk kam bërë diçka që të shfryem ty, të kthehem ty për të hequr të keqen që kam brenda unë. Kur se kam bërë ti e di. Më mirë ja kam futur murit me kokë edhe atë se kam bërë. Jo se kam bërë me të tjerë, jashtë e kam bërë. Por gabimet që i kam bërë s'dua t'i bëj dhe s'dua të sillem siç jam sjell, ka thënë ai.